Gjithë e përdorin rozmarinën, por askush nuk e di se çfarë i shkakton trurit dhe kujtesës huaj. Rozmarina si bim nga më të mirat në shtetet mesdhetare përdoret në mjekësinë tradicionale për shekuj me radhë. Për një kohë të gjatë ajo njihet si një barishte që përmirësonte kujtesën. Gjithashtu ajo është e mirë për flokun dhe gjithashtu mund të ofrojë edhe një zgjidhje mjaft të mirë për lëkurën. Nëse keni filluar të harroni, mos u shqetësoni. Produkti më i mirë në këtë rast është rozmarina magjike. Studimet kanë gjetur se rozmarina përmban acid karbonik që neutralizon radikalet e lira në tru dhe acide natyrore që ndihmojnë në mbrojtjen e qelizave nga radikalet e lira. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe. Do të na ndihmonit shumë. Kapaciteti i rozmarinës parandalon ndarjen e acidokolinës, një kimikat që stimulon qelizat e trurit, përgjegjëse për kujtesën dhe gjykimin e shëndetshëm. Në një sër testimesh, vaji eterik i rozmarinës ka treguar rezultate fantastike. Gjithsesi, nuhatja e kësaj mund të ofrojë shanset për rritjen e mbajtjes mend nga 60 deri në 75%. Ullumtimi është bërë me të anketuarit që kanë nuhatur vajin e rozmarinës. Prandaj, gjithashtu ai mund të nxjisë një kujtesë më të fortë dhe gjithashtu të parandalojë edhe një sër shqetësimesh. Emri i saj vjen nga latinishtja dhe përkthehet vesa e detit. Ajo është një nga erëzat më të preferuara edhe të anvisave shqiptare. Në mesjet, rozmarina besohet se kishte aftësi të madhe në ndezjen e dashurive dhe gjithashtu edhe në cilësinë e mbajtjes mend. Rozmarina ka vlera të larta ushqyese. Na ju këshillojmë të dëgjoni me këtë video deri në fund për të kuptuar rëndësinë e kësaj erëze në shëndetin tuaj. Ajo përdoret për të përmirësuar kujtesën dhe është e pasur me ushqyes të dobishëm për organizmin. Konsumi i rozmarinës përmirëson qarkullimin e gjakut në tru dhe ndihmon në rritjen e përqendrimit. Gjithashtu, shkencëtarët besojnë se rozmarina ndikon në gjallërimin e aktiviteteve të trurit. Vaji esencial i rozmarinës është përdorur për shekuj me radhë edhe për të larguar dhimbjet e kokës, dhimbjet muskulare, reumatizmën dhe artritin. Rozmarina ka aftësi të parandalojë rënien e flokut, gjithashtu edhe kundër thinjave. Vaji i rozmarinës dhe çaji i saj janë përdorur gjërësisht për të stimuluar dhe ushqyer rënien e flokut dhe rritjen e tyre. Gjithashtu për përgatitjen e çajit të rozmarinës mund të ndiqni këto hapa. Përbërësit që u duhen janë: një filxhan me qumësht, një deg rozmarine të thatë ose një lugë gjedhe rozmarin të thatë, një lugë çaji me mjaltë. Ndajeni degën e rozmarinës dhe coptëzojeni dhe hidheni në një tenxhere me qumësht dhe i lini të zjenjë së bashku. Hiqeni nga zjarri dhe e lini të qëndrojë së bashku për 5 minuta, gjatë të cilave duhet të përzjeni lëngun vazhdimisht. Shtypni copat e rozmarinës me lugë që të lëshojnë një aromë më të fortë, të çlirojë vajrat esencial. Shtoni mjaltë dhe çaji është gati. Rozmarina është një bimë që mund të rritet lehtë në shtëpinë tuaj dhe ka nevojë vetëm për pak përkujdesje. Përdorimi i saj në mënyrë të herpasershme mund të japë rezultate fantastike për mbrojtjen e shëndetit tuaj. Vlerat dhe përfitimet që merrni nga rozmarina janë të shumta, duke filluar që nga pamja e jashtme deri tek organizmi. Kjo bimë aromatike që bën pjesë në familjen e mentes rritet me shumicë edhe në vendin tonë dhe shpesh përdoret si një shije e shtuar në gatime. Zakonisht është e njohur për vetitë e saj qetësuese ndaj dhimbjeve të trupit ose përmirësimit të memorjes. Në këtë spektër, si vlerat dhe përdorimet e saj janë të shumta, siç e thamë që nga gatimi deri te vajrat esencial. Në këtë video do ju tregojmë disa nga vlerat të kësaj bime që mund të përdoren për një sër përfitimesh të organizmit. Ajo ka ndikime pozitive në shëndetin e mushkërive. Mushkërit janë vazhdimisht në punë duke thithur oksigjen dhe duke nxjerrë jashtë dioksid karboni. Janë organi kryesor që çon oksigjenin në gjak dhe ndër më të rëndësishme të organizmit. Nëse përjetoni probleme me mushkërit, do të thotë më pak oksigjen për trupin, duke shkaktuar një mori problemesh të tjera shëndetësore që rrisin në rrezikun për jetën. Sipas mjekëve, krahas trajtimeve në spitale, ekzistojnë mënyra për të stimuluar futjen e oksigjenit në trup. Një ndër to është edhe bima e mrekullueshme e rozmarinës, e cila është një burim i mirë i vitaminave. Përmban vitaminën A, C, duke përfshirë minerale si magnezi, kalciumi, gjithashtu edhe zinku. Gjithashtu këto minerale do të ndihmojnë në
forcimin e sistemit imunitar duke nxjerrë jashtë toksinat nga trupi. Jo vetëm për personat me probleme të mushkërive, rozmarina mund të jetë një shpëtim edhe për nxjerrjen nga organizmi të pluhurit dhe të ndotjes. Kështu që nëse doni të përmirësoni frymëmarrjen dhe shëndetin e mushkërive tuaja, mjafton të shtoni konsumin e kësaj bime aromatike. Mund ta pini në çaj, të bëni masazh në krahoror me vajrat esencial të rozmarinës ose ta konsumoni sa më shpesh në ushqim. Ajo është e mirë për shëndetin e syve. Për personat që përjetojnë humbje të shikimit ose atë që quhet degenerimi makular i syrit, rozmarina mund të jetë një ndihmë e mirë. Kjo sëmundje prek zakonisht moshat mbi të 50 dhe dobëson shikimin gradualisht. Për të ulur rrezikun e prekjes nga kjo sëmundje, rekomandohet konsumi sa më i shpeshtë i kësaj bime të veçantë. Duke qenë e pasur me antioksidant, rozmarina ndihmon në luftimin e sëmundjeve degenerative të syrit. Ajo ndihmon me tretjen e mirë. Duke qenë e pasur me antioksidant, kjo vitamin do ju bëjë që të ketë edhe ndikime të mira në tretjen e ushqimeve. Kujdesuni të shtoni disa fije rozmarin në secilën nga ushqimet tuaja për të përfituar shijen unike dhe shëndet njëkohësisht. Vlerat e rozmarinës janë të mira dhe për kujtesën e fortë, ndërsa kjo bime i jep për memorien dhe për qëndrimin e trurit, të cilat vlerat janë të paçmueshme. Janë përdorur që në lashtësi si një recetë natyrale për shëndetin e mirë të mendjes dhe sot shumë studime e vërtetojnë këtë. Ekspertët thonë se rozmarina mund të përmirësojë memorien deri në 30% nëse konsumohet në mënyrë të rregullt. Ajo është një zgjidhje shumë e mirë kundër depresionit. Rozmarina ndihmon edhe në sëmundjet neurologjike siç janë depresioni, ankthi ose skleroza e shumfisht. Mjafton të konsumohet rregullisht, të përdorni çaj ose të bëni masazh rreth kokës me këtë vaj esencial. Ajo largon ujin e tepërt nga trupi. Kjo bime mund të jetë një shpëtim për personat që kanë tendencën të mbledhin ujin e tepërt brenda në trup. Ndjesitë e fryrjes dhe rëndesa juaj largohet duke përdorur rozmarinën. Sigurohuni të konsumoni edhe çajin e saj në përditshmërinë tuaj. Në çdo rast, është mirë të konsultoheni me mjekun, sidomos nëse jeni duke marrë edhe medikamente. Përfshirja e rozmarinës në dietën tuaj në mënyrë të rregullt do të luajë një rol pozitiv në mirëqenien tuaj dhe gjithashtu në mbajtjen larg të komplikacioneve të tyre. Në këtë rast, rozmarina është një bimë aromatike që rritet mirë në klimat tropikale, të buta dhe ato mesdhetare. Kjo barishte e vogël, përveç se njerëz e shkëlqyer, përmban edhe element të fuqishëm dhe të shkëlqyer për trupin dhe për mendjen tuaj. Dhe përfitimet e saj janë vërtet të mëdha, saqë askush nuk mund të shmangë përdorimin dhe konsumimin e saj. Rozmarina do të relaksojë shëndetin tuaj të mendjes. Ajo mund të qetësojë një mendje të shqetësuar si dhe të garantojë një ndjesi gjallëruese. Ju vetëm duhet të fërkoni bimën midis gishtave tuaj dhe të nuhasni aromën e saj. Kështu përfitimet që do të merrni nga kjo bimë do të jenë të larmishme edhe në relaksimin e mendjes. Ajo është gjithashtu një antioksidues. Rozmarina përmban antioksidant të fuqishëm, të cilët do të mbrojnë trupin nga radikalet e lira. Kjo barishte ka acid rozmarik, acid karzolik dhe acid ursolik, të cilët janë antioksidant shumë të fuqishëm në betejën tuaj kundër këtyre komplikacioneve, dhe përdorimi i saj në dietën tuaj mund të jetë gjithashtu edhe një antiinflamator shumë i rëndësishëm. Përfshirja e rozmarinës në dietën tuaj do të jetë gjithashtu një zgjidhje shumë e mirë edhe për përmirësimin e shëndetit tuaj të trurit. Ndaj mos nguroni ta keni pjesë të rëndësishme të gatimeve tuaja. Rozmarina do të rrisë rrjedhjen e gjakut në kokë dhe do të stimulojë gjithashtu edhe punën e sistemit tuaj nervor qendror. Kjo bimë njihet edhe për përmirësimin e kujtesës dhe parandalimin e komplikacioneve të saj. Prandaj në këtë rast sigurohuni ta keni pjesë të pandar të dietave tuaja të përgjithshme. Ajo është një zgjidhje shumë e mirë kundër problemeve të Alzheimerit dhe do t'i japë rezultate fantastike kundër këtyre komplikacioneve. Ndaj mos nguroni ta keni pjesë të dietave tuaja edhe në shëndetin tuaj, sidomos kundër lodhjes dhe stresit të vazhdueshëm. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme.
masat paraprake ndër veprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.